Hajde unë e koknaj keshi. Po presidenti Rugova që andunën pritët ja që të mbomë. Kush e bomë? Për fat kesh dhe falë Zotit, shpëtova edhe njerë. Hajde unë e koknakoj keshi. Gjemail Mustafën e kishën vrarë. Po s'maj lajdari. U vra deputeti Smaj Hajdari. Po ju pita Hajde unë e koknakoj. Po Ismet Raci. April 2001 u ekzekutua edhe Ismet Raci. Hajde unë e koknakoj keshi. U vrajnë Verma Loku, gazetar dhe antar i LDK-s, para shtëpisë dhe në sy të fëmijëve. Hajde unë e koknakoj keshi. Ky është trupi i pajeti Ahmet Krasniqit në morgun e vjetër të Tiranës. Hajde unë e koknakoj keshi. Eliminimin e bujshëm në Pej të kolonel Tahir Zema, ish komandanti FARC në zonën e Dugagjinit. Hajde unë e koknakoj keshi. Ilir Konoshevci u vra me 9 maj 1998 në një prit afër qytetit të Bajramcurit, teksa u thonte me një kamion të mbushur plot armatim. Hajde unë e koknakoj keshi. Ali Ukaj, gazetar, i vrarë dhe i masakruar në banesën e tij në Tiranë me datën 5 gusht 1999. Hajde unë e koknakoj keshi. Sadri Ramçaj, ushtar i të ashtu quajturve institucionalista, po ashtu u vra në vitin 1999 në Shqipëri. Hajde unë e koknakoj keshi. Ibrahim dhe Recep Nikçi, pjesëtar të UÇK-s, u vra në një prit në afërsi të Kukësit.